Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta marrin NATO-n dhe të e pronalizohet deri diku NATO në 10-15 vitet e fundit ku Britania e Madhe dhe Europa do shpenzojnë shumë herë më shumë para në NATO dhe arkitektura e NATO-s dhe leadershipi i NATO-s të merret nga Europa. Po këto janë akoma në proces diskutimi dhe në një proces dialogu. Por besoj se kjo është goxha pozitive për arsye se ne kemi parë që edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tërhequr nga shumë iniciativa të ndryshme dhe ardhja e Britanisë së Madhe në këtë lojë njëherë po e risjell atë si një lojtare e madhe, po ana tjetër është që deri diku po shikon disa nga problematikat që janë reale dhe që vërtet do t'i adresoj dhe jo ta shikoj si një lojë të madhe gjeopolitike apo influencë që shpeshherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshihen, po harrojnë pastaj që janë disa detaja specifike që janë në interes të Bashkimit Evropian. Britania e Madhe afroi edhe një lojtar tjetër dhe një aktor të rëndësishëm, siç është Turqia. E kemi parë se uftua fillimisht në samitin që u mbajt në Londër, më pas edhe në samitin e Francës, në atë që u quajt si koalicioni i vullnetit apo i të gatshmëve për çështjen e Ukrainës. Pra, me sa duket po jep edhe një rol të rëndësishëm edhe Turqisë, ku edhe gjatë kësaj kohe Europa dhe Turqia duket sikur ishin distancuar pak nga njëra tjetra. Sa e rëndësishëm është Turqia dhe po kërkon një arkitekturë të kontinentit evropian Britania e Madhe? Po Esmeralda, Bashkimi Evropian në fillim, kur vetë Britania e Madhe ngriti disa nga problematikat që kishte Bashkimi Evropian, diçka çfarë kërkoi ishte që të antarësohej dhe Turqia, sepse shikon në Turqinë që është një vend strategjik që duhet të ishte pjesë e Bashkimit Evropian. Po atëherë Franca dhe Gjermania nuk e donin që të vinë në Turqinë, sepse mendonin se do bëheshin pole të ndryshme, që mund të kishte një pol mes Britanisë së Madhe dhe Turqisë, dhe Francës dhe Gjermanisë. Dhe ajo pastaj shkoi dhe në këtë divorcin e shëmtuar që neve pam që ishte Brexit. Dhe përsëri Britania e Madhe po i rikthehet kësaj si ide, po i thotë që Turqia është shumë e rëndësishme për sa i përket arkitekturës së mbrojtjes, po dhe të zhvillimit të Europës dhe pikën strategjike që ajo ka në gjeografinë e Europës, çfarë roli ka luajtur në Siri, gjithashtu dhe roli që çfarë ka luajtur për sa i përket menaxhimit të emigrantëve. Dhe pjesë e kësaj ftese ka qenë që Turqia të bëhet një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj dialogut për dy gjëra. Njëherë nëse ne do kemi një bashkim evropian të ri të reformuar, ku mund të shikojë dhe mënyra që dhe Britania e Madhe dhe Turqia të rikthehet, ose të kemi një arkitekturë të re për sa i përket sigurisë dhe mbrojtjes, ku aty të jetë dhe Britania e Madhe dhe Turqia. Janë dy alternativa të ndryshme për të folur. Por kjo është goxha pozitive sepse duke e mbajtur Turqinë larg, njëherë nuk është se i shërben asnjërs nga palëve. Turqia është pjesë e Europës dhe duhet kishte qenë antare e Bashkimit Evropian shumë herë më përpara, po për shkak të interesave të ndryshme gjeopolitike ajo asnjëherë nuk u bë. Po aktualisht duket që është shumë e rëndësishme dhe neve kemi parë rolin që ka luajtur në Siri, rolin që po luan edhe gjithashtu në dialogun mes Ukrainës dhe Rusisë, disa nga interesat të përbashkëta që ato kanë, ushtrinë e fuqishme që Turqia ka dhe shumë gjëra të ndryshme që janë pozitive për Europën që mund të kontribuojë Turqia dhe ardhja e saj i ka ngrohtë deri diku dhe krahët Britanisë së Madhe, sepse një nga ato iniciativat që do të çojë një forcë paqëruese mbasi merret një marrëveshje në Ukrainë, Turqia mund të lojë një rol shumë të rëndësishme dhe vetë Turqia është treguar e hapur dhe kjo është mendoj tepër pozitive. Por duket se në këtë pikë Britania dhe Donald Trump kanë një emërues të përbashkët. Edhe Trump e ka deklaruar tashmë një farë simpatie dhe vlerësimi për Recep Tayyip Erdogan, ndryshe nga mandati i parë. Po, sepse palet aktualisht njëherë Trumpi i pëlqen liderët si punë Erdoganit të përgjithësi dhe ai po të shikosh shumë nga liderët të fortë i pëlqen dhe ajo është pak a shumë modeli që ai aspiron. Po përtek kësaj, vetë e ka parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës roli që ajo pati në Siri, sepse Siria ka qenë një nga ato shtetet tej problematike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa rolin që ajo pati dhe aktualisht po shikojnë dhe rolin që po vazhdon të bëj. Ana tjetër
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po e shikojnë krizën që ka me emigrantët në Europë, që është edhe diçka që dhe po ndodh edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe roli që Erdogani ka luajtur në këtë pikë. Ana tjetër pastaj dhe shumë palë dhe shikojnë që Erdogani nuk do jetë më në pushtet për aq shumë mandate sa çfarë që në të kaluarën, dhe natyrisht kjo gjua apo ky diskurs dhe ndryshim është në interes të gjitha palëve. Dhe pak a shumë kjo është qasja që është bërë. Po kjo nuk është asnjë sekret aktualisht që shumë nga marrëveshjet apo shumë nga qasjet që administrata e kaluar Biden kanë kaluar dhe kanë ndryshuar mbi 180 gradë në administratën e Trumpit. Dhe në disa raste është edhe pozitive, dhe kjo siç po ndodh me rastin e Turqisë që kanë afruar dhe që po i japin një rol goxha të rëndësishëm. Po, por sado po them e dhunshme në retorik është qasja që Donald Trump i ka bërë një të mirë edhe Europës, e ka shkundur pak, e ka zgjuar, e ka thënë që duhet të rritet të marrë përgjegjësi, mos të pres gjithkohën nga Shtetet e Bashkuara. Ne kemi parë vazhdimisht që Europa, kur vinte tek çështje të mëdha të vendimarrjes, secili vend fillonte dhe kalkulonte interesat e tyre nacionale, kombëtare, pra duke harruar edhe interesin e përbashkët. E nëse kemi një Rusi të tillë sot dhe një agresion, kam përshtypjen pak është edhe përfaj të disa vendeve të Europës. Sigurisht që po vetë Europa si arkitekturë e saj dhe vetë Bashkimi Evropian ka qenë në fundin një projekt ekonomik. Dhe politika është përfshirë vetëm në 2 dekadat e fundit, dhe vetë nuk është e konsoliduar qeverisja brenda Bashkimit Evropian. Dhe ajo pasaj i bën edhe disa nga këto problematika që ka për sa i përket vendimarrjes. Por natyrisht që edhe ardhja e Donald Trump dhe gjua që ai ka përdorur ka patur pozitivitetin e vet, se ne po shikojmë që Bashkimi Evropian po merr aktualisht disa iniciativa që më përpara nuk i merrte apo as nuk donte ti diskutonte, që ishin në të mirën e saj. Dhe kjo është pozitive, dhe natyrisht që Donald Trump ka një kontribut në këtë fushë që vetëm edhe Bashkimin Evropian do ta riformojë dhe do ta shtyjë drejt një riformimi. Po ma frika që unë aktualisht kam dhe nuk do më pëlqej që të shkoj është që Bashkimi Evropian të jetë më e përfshirë për sa i përket çështjeve të sigurisë, se vetë Bashkimi Evropian është një projekt paqe. Nëse neve do t'i çojmë që të ketë edhe ushtri, atëherë pastaj kjo është problematike dhe nuk është se çfarë Bashkimi Evropian ka qenë. Dhe ne prandaj kemi dhe NATO-n. Kështu që këtu palët duhet të jenë shumë herë më delikate, dhe mendoj samiti i ardhshëm i NATO-s do jetë goxha vendimtar për neve edhe për ta parë se çfarë Donald Trump do të bëjë me NATO-n, por gjithashtu dhe Bashkimi Evropian si e shikon projektin e NATO-s. Po arkitektura është aty dhe ka 10 vjet. Jo, nuk është mjaftueshëm bindse deklarata e Marco Rubios që nuk ka ndryshim, ne nuk të rriqemi nga NATO, thjesht Europa ose vendet anëtare duhet bëjnë më shumë për sigurinë, sepse Giorgia Meloni udhëton drejt Washingtonit, por Italia është një nga vendet që është 1.40% e prodhimit të brendshëm bruto investon për mbrojtjen, as 2% nuk e ka kapur, ndërkohë që Polonia po shkon tek 5% dhe vendet të tjera po kështu që janë ndoshta edhe